الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمين. Falenderimet qofshin për Allahun xhella xhelalu një i vetëm dhe i pashoj. Salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik, dhe mbar ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit ku e lutim të mëtnueshmin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, u ndalëm në javën e kaluar tek tre ngjarje në jetën e profetit alayhi salatu wassalam, tre ngjarje kryesore në formimin e tij, që është e vërtetë, ku njëra prej tyre fliste pikërisht për pjesëmarrjen e dërguarit të Zotit në jetën sociale, siç ishte edhe mësimi i tregtisë prej xhaxhait të tij. Pra, çfarë është një rëndësie të lartë për fëmijët tanë ose për fëmijët në përgjithësi, është që ti ofrosh atyre dhe një zanat. Ndaj te profeti alayhi salatu wasalam kur flet për sadakan më të mirë, thotë ti japësh punë atij që s'ka, ti japësh zanat atij që nuk e posedon. Sepse duke i dhënë zanat, ti i ke dhënë zgjidhje për gjatë gjithë jetës, duke i mësuar zanat atij. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wasalam atë që i nevojitej në jetë, zanatin e mësoi për xhaxhait e tij, Abu Talibit, i cili tregoi, faktoi më mirë themi, që ishte ideali për bartjen e amanetit të cilin ia la babai i tij Abdul Muttalibi. Vitet kalonin, emri i pejgamberit alayhi salatu wasalam në Mekë sa vinte dhe shtohej, sa vinte dhe merrte famë. Ai sa emri i dërguarit Zotit mori një tjetër famë. Ashtu sikur se e thrisin me emrin e tij Muhammed, tashmë e thrisin me një llagap të dytë që ishte besniku. Pra quhej si njeriu besnik. Dhe besnik nuk është me çdo kush, domethënë thjesht ai personi i cili ty nuk të mashtron. Por është ai personi i cili është mësuar vazhdimisht ta thojë të drejtën edhe nëse do të jetë kundra tij, kundra vetes tij. Dhe i tillë ishte profeti alayhi salatu wasalam përgjatë gjithë jetës së tij. Jetës para profecisë, por dhe jetës pas profecisë. Derisa vim në çastin që njihet ndryshe si martesa e dërguarit të Zotit. Martesa në zanavillën e saj është një proces i shenjtë, sepse në ndërtimin e një lidhje që bëjnë dy të rinj, nuk lidhin vetëm vetët e tyre, fiziqet e tyre, por lidhin dy shpirtra, dy familje, dy fise, dy shoqëri dhe më gjërë. Ndaj, atëherë kur ishte mosha e tij 25 vjeçare, nis dhe hapi i madh që është hedhja e hapit martesës. Por si ishte hedhja e hapit martesës? Zonja e nderuar Khadija radhiyallahu anha, bashkëshortja e tij e parë, bashkëshortja të cilën e ka nderuar pejgamberi alayhi salatu wasalam sa ka qenë gjallë ajo, por e ka nderuar edhe pas vdekjes së saj. Dhe ai shumë e ka nderuar, ai shumë e ka respektuar, ai shumë e ka dashur të zonjë të nderuar sa edhe shoqjet e saj i ka nderuar. Pas vdekjes, domethënë edhe shoqjet e saj janë nderonte dhe thonte që këto janë shoqjet e Khadijës. Dhe kur Aisha radhiyallahu anha në një çast të jetës i thotë i dërguari i Allahut, ta ka zëvendësuar Allahu atë plakën, sepse ishte më e madhe nga i dërguari i Zotit me plot 15 vite. Ta ka zëvendësuar Allahu me një më të mirë, pra siç ishte Aisha, i thotë jo vallahi kur nuk më ka zëvendësuar Allahu më të mirë. Pra ishte besnik ndaj saj në jetë, e nderoi atë sa ishte në jetë, por e nderoi edhe kur ajo u largua nga jeta e kësaj bote. Zonja e nderuar Khadija radhiyallahu anha ishte një ndër fisniket ose ndër femrat më fisnike që kishte Mekka. Ishte ndër femrat më të lakmuara që kishte Mekka.
Ai sa pretendentët ose ata të cilët I kishin propozuar martesë ishin të shumtë kësaj zonje. Mirë, po të gjithë I kishin refuzuar sepse nuk gjente tek ata virtytet të cilat do t'i kërkonte tek bashkëshorti I rrallës. Para pejgamberit alayhis salam I ka patur 2 martesa të tjera ku burrat domethënë kanë vdekur, ka pas dhe fëmijë prej këtyre martesave dhe krahas faktit që ishte shumë e nderuar në atë shoqëri, por ishte edhe një femër shumë punëtore. Në gjuhën tonë sot me business woman ose femra e biznesit, I thonë. E tillë ishte Khadija, domethënë kishte një tregti të jashtëzakonshme, të famshme. Çfarë do thonte tregtia për banorët e Mekës? Tregtia për banorët e Mekës të nderuar dhe miqët kuptojmë nocionin se pse ishte kaq e rëndësishme tregtia. Tregtia për banorët e Mekës ishte aftësia. Tregti për banorët e Mekës ishte aftësia. Nëse nuk merreshe me tregti, do të thotë se nuk ishe njeri I aftë, se s'kishe mundësi tjetër. Pra çfarë do të bëje tjetër? Ndaj ata të cilët I merrnin me tregti, ishin njerëz të zgjuar, njerëz intelektual, por mbi të gjitha ishin njerëz të zotët në jetën e tyre, pra kishin. Dhe Khadija radhiyallahu anha në tregtinë e saj, në punën e saj, këtu e tregonte zgjuarsinë. Sepse përdorte njerëz të aftë dhe I fuste në një lloj ortakërie. Ka njerëz të cilët në jetë u ka rënë të kenë një sasi parash. Nuk dinë çfarë të bëjnë me to. Nuk dinë çfarë të bëjnë. Frika se mos këto mërohen, I bën domethënë që të shtrëngohen deri në atë pikë që vetëm mos ta investojnë kund. Përse? Sepse për një arsye ose për një tjetër I ka ardhur ai para në dorë. Këto janë njerëzit të cilët nuk janë lodhur për ta arritur një diçka të tillë. Dhe ndaj ke këto vlen fjala më mirë të dish se sa të kesh. Kur din, edhe po spate, me kalimin e kohës prodhon. Po kur s'din, edhe po pate, me kalimin e kohës I shkatron. Dhe Khadija radhiyallahu anha përdorte ato që kishin nevojë njerëzit. Çfarë bënte? Ofronte ose afronte njerëz në ortakëri. Pra u ofronte përqindje në fitim, ata bënin punën në marrjen e karvanit, në tregtimin e tij, në shitjen e tij, dhe kjo merrte fitimin e saj. Domethënë paratishin të kësaj, ndërsa puna bëhej nga këto njerëz, dhe kjo në Islam quhet mudarabe ose jo ortakëri në investim, por ortakëri në punë quhet kjo. Pra ti je specialist në diçka, din të bësh diçka, unë kam parat për shembull, për një arsye ose për një tjetër të afroj ty, dhe ti nuk je investitor, bashkë investitor me mua. Ne kemi një marrëdhënie me njëri tjetrin, një marrëdhënie që mund të përfundojë nga çasti në çast sipas asaj që kemi rënë dakord. Dhe nuk je investitor, pra ndahemi kur duam. Investimi kthehet tek Zoti. Në një nga këto herët I thotë Abu Talibi, I thotë pejgamberit alayhis salam, thotë o biri im, siç e shef, jeta është vështirësu. Pejgamberi alayhis salam kishte arrit 25 vjeç. Dhe 25 vjeç akoma pa u martuar, në atë kohë ishte shumë. Nuk e di nëse e kam përmendur, po faktin që babai I dërguar I Zotit kur vdiq ishte vetëm 18 vjeç. Pra që do thotë që njerëzit martoheshin shumë herët. Kurse sot kanë filluar deri ke 18 do të marrësh shkollën e mesme një herë, pastaj do të hysh në shkollë të lartë, pas shkollës së lartë do të shohësh çfarë do specializohesh, pastaj do shohësh se kur do të nisësh jetën ti. I thot, o biri im, kemi arrit domethënë në atë fazë që duhet të përpiqesh, pra xhaja ta ka mësuar, ta kam dhënë çelësin e kësaj jete, duhet përpiqesh. Thot, si të përpiqem, nuk është se I dërguar I Zotit dritë dhe zinxhirë gjithë ditën, ai punonte domethënë, po si të përpiqem? Thot, kam dëgjuar se Hatixha radhiyallahu anha do të nis një karvan. Do të nis një karvan. Sikur ti kishim thonë që të futesh e ti ortak në këtë rast.
Thuaj, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja propozon Hatixhes dhe pranon ajo me kënaqësinë më të madhe sepse emri i pejgamberit kish marrë dhënë në Mekë. Njeriu do të njihet si për mirë, si për keq. Lumë ai i cili njihet për mirë tek Zoti e para, tek Zoti e para. Por edhe ke njerëzit, sepse edhe njerëzit janë dëshmitarë të Zotit në tokë. Dhe pranon zonja nderuar Hatixhe radhiyallahu anha, pasi i sheshojnë ato bisedat me njëri tjetrin, i ofron pejgamberit alayhi salatu wasalam një shërbëtor të saj, në atë kohë ishte skllav, domethënë sepse ishte statusi i sklavërve. I ofron një person që quhej Mejsere ose i besueshëm i Hatixhes. Pra nuk është se Hatixha domethënë binte dakord me ty dhe ta besonte gjithçka, shko veproti çfarë dush. Thash që ishte një femër e zonja. Dhe zotësinë e saj e tregonte pikërisht në këtë marrëdhënie që dinte një menaxhere e zonjë, dinte të menaxhonte. Dhe u drejtuan tregtia, domethënë aso kohë bëhej me vendet e Shamit, finalizohet në Busra, aty ku tham që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ardhur bashkë me xhaxhain e tij kur ka qenë fëmijë. Kur kthehet dhe bëjnë ato llogarit, fitimet ishin goxhat majme. Nis Hatixha domethënë sepse bën diferencën midis herëve të kaluara, që ajo kishte pasur ortak të tjerë. Dhe kjo konstaton në disa gjëra. Kjo nuk tregon se me patjetër ata të cilët kishin qenë para pejgamberit alayhi salatu wasalam ishin njerëz të cilët donin si t'ia hidhnin ose si ta vjedhnin për shembull, ose si të përfitonin. Nuk është me do e mos treguesi kësaj gjëje. Mund të jetë edhe tjetra. Mund të jetë që nuk treguan zotësi sa duhet. Por çfarë është më kryesorja e gjithëve? Dhe këtë duhet marrim vapën vesh. Bereqeti vjen prej Zotit. Se sa i bereqetshëm je në një punë, kjo është sukses prej Allahut xhellal xhelalu dhe këtë duhet mi kërku Allahut. Kur i pa të tilla fitime, Hatixha radhiyallahu anha befasohet dhe normalisht që pyet Mejseran, pra shërtorin e saj, që ma përshkruaj atë Muhammedin, pra kam dëgjuar për to, pa ma përshkruaj. Dhe nis Mejsere të flasin për pejgamberin alayhi salatu wasalam me përshtypjet më të mira të mundshme. Me përshtypjet më të mira të mundshme. Kjo bëri që Hatixha të nisi dhe të mendoj ndryshe tashmë për dërguarin e Zotit. Cili do të ishte mendimi i saj? Mendimi i saj do të ishte që do të jetë pikërisht Hatixha ajo e cila do të kërkojë që pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndajë jetën me ta. Do të jetë pikërisht Hatixha. Por si? Thashë ishte një femër shumë e zgjuar. Dhe nuk ishte normale për shembull që një femër të propozonte një mashkull ose të kërkonte t'i propozonte veten e saj ose t'i ofronte veten e saj për martesë. Realisht ka ndonjë të keqe. Nuk jemi mësuar ne si racë njerëzore me të tilla veprime, se nuk është se ka ndonjë të keqe domethënë, po nuk jemi mësuar. Pra që një mashkull të refuzohet nga një femër për nga gjinia, mashkulli e ka shumë normal. Por kjo nuk është e njëjtë tek femra. Kjo nuk është e njëjtë për femrën. Pra ta refuzosh një femër nuk është e njëjtë. Ndaj i dërgon një shërptore në saj për të matur pulsin nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam pranon ose jo. Thot ajo e zgjidhun këtë çështje dhe shkoi dhe e pa në pikat përgjithshme se a mundet, domethënë që pejgamberi ta çonte në përmend Hatixhen. Pse ta çonte në përmend? Kemi dy gjëra kryesore. Hatixha është shumë më e madhe nga i dërguari i Zotit. Është një femër e cila ka qenë e martuar më parë, ndërkohë që ky është beqar, sepse është 15 vite më e madhe. Por çka është më kryesore se dyja këto që unë përmenda kanë disnivel social dhe ekonomik. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam është rritur tek xhaxhai i tij, nuk ka ndërtuar thon ndryshe një të ardhmë për veten, ndërsa Hatixha është ajo femër që e lakmon shumica e banorëve të Mekës. Ndaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk mund ta çonte në përmend Hatixhen, se ky disniveli duhet keni parasysh sidomos për ju të rinj. Kur
më zgjidh një femër që në rangun ekonomik është më lart nga ty. Arsyeja, sepse nuk do bësh rahat me të. Sepse gjithmonë do të përmendi, domethënë, po këto i kam pas ke baba im, këta e kështu ke baba im, të paktën ti je në të njëjtin nivel. Mirë është ti je më lart. Nuk ka jeta bashkëshortore me shit menër, jo. Se je ortak në jetë. Por gruaja, femra, nuk i llogarit gjërat shpesh si mashkulli, ndaj e ka bëu Zoti domethënë që mashkulli të jetë ai i cili duhet të komandojë në jetë, sepse është më i matur. Pra ta plas, ta thotë atë fjalën çka ka për thonë. Ndoshta mbrapa mund ta tërheqë, por ç'fajtë bën mbrapa. Domethënë ty ta ka thonë çka pas për ta thonë. Kur mos domethënë le ta kesh këtë kriter ke vetja jonë. Që kjo gjendje sociale, domethënë ekonomike të jetë paktën të jetë e barabartë. Duhet të them që të jetë pak më lart, por paktën të jetë e barabartë. Kur pa këtë gjë, pejgamberi alayhis salam e kuptoi mesazhin, pra që Khadija radhiyallahu anha është e gatshme që ta pranojë të dërguarin e Zotit për të vazhduar jetën. Kështu që hap temën me xhaxhain e tij Abu Talibin. Pejgamberi alayhis salam nuk ka gjë që mund ta ndalojë për sa i përket farefisit të tij, të ardhmes, domethënë prej ardhjes së tij, nuk ka gjë që mund ta ndalojë. Është ndër më të nderuarit të Mekës në përjardhjen e tij. Mirë, po në rrafshin tjetër, domethënë ata shohin njeriu i cili vlen. Domethënë ne për fat keq sot kemi arritur në ditë ku një djalë i ri kur ka përshkuar më martu, krahas shumë gjërave që pyesin, i herë të pyesin një herë që a je me pleqt as je me pleqt. Gjenje në shtëpi të fëmijës, domethënë që s'ka pleq, në merë. Mirë, po kur ta bësh këtë veprim, duhet llogaritesh që edhe ti një të ardhmen ke përqen prind vetë, apo jo? Se njeriu kur martohet, një ndër arsyet, nuk është qëllimi kryesor, por një ndër arsyet është edhe shtimi që të bëhesh me fëmijë. Pra e ke arrit, e ke eduku, ke sakrifikuar gjithçka për atë djalë dhe për atë vajzë, djali dhe vajzat një lloj janë. Dhe vjen një ditë e bukur, del baba dhe nona tepër. Çen do ditë më Zot na ruaj. Çen këto ditë më Zot na ruaj. Dikur gëronin se kush do t'i shërbente nonës e babës. Vëllezër, nuk e di, e kam përmend edhe herë tjera, po e përmend sërish. Ishte Bajram dhe një hoxha jon në Katar na merrte për vizitë tek një hoxha i vet. Është akoma gjallë. Ibrahim Tahan, Allahu e rujt. Dhe unë atë njeri e kam taku vetëm një herë në jetën time, se kam taku më. Po në atë mexhlisin e tij, në tubimin e tij erdhi një person me mjekër shumë të madhe se sa hoxha. Dhe pyet ky hoxha jon që mësonte me hoxhën e vet, i thotë hoxhët, këtë zotnin e kam parë disa herë, qoftë tek shtëpia jote apo qoftë në tubimet ndryshme, po që ti e respekton dukshëm. Pra ulin krah, ndërkohë që kishte plot vend në atë mexhlisin e vet. Pra kur e kërkoi që hajde ulu këtu në krah, nderoi akoma dhe më shumë. Tha. Ky është ai tha që nona ime ka dash më shumë se unë, dhe Allah e don më shumë se unë, ai filloi duke qenë. Ishte vllai vet i vogël, ishte vllai i këtij, vllai i vogël. Tha këtij tha i ka vdek nona, tha i ka vdek në duhur, pra nona tyne. I ka vdek në duhur duke i thonë, o birë, ta pruv Zoti marë. Ndaj tha që unë duhet me majt afër, të morë prej bereqetit që ky ka morë prej prindërve. Ku po shko kjo dynjë sot, më Zot na ruaj. Që këto kritere, domethënë, çfarë të duhet ajo gru, vallahi. Rri gjithë jetën beqar, mos pranon me mori gocë ti, nuk të hyn punë. Nuk të hyn punë. Rri beqarje më i nderu. Shërbej nonës e babës tatër. Një rob domethënë që të don ty pa njeri, po nuk të don ty. Ne nuk po themi të marrësh domethënë një shërbëtore për familjen. Jo. Ti duhet të jesh shërbëtori i nonës dhe i babës tonë. Me patjetër. Po një person i cili nuk don familjen,
Dhe në rastin konkret, pra për të rikthyer domethënë tek tema, shkojnë xhajallarët e pejgamberit dhe e kërkojnë atë Khadijën radhiyallahu anha dorën e saj, e cila pranon, edhe ajo nuk e kishte babën domethënë, ai i cili e martoi ose ai i cili mori pjesë në martesën e saj do të ishte që do e prindë do të ishte pikërisht xhaxhai i saj. Në këtë fragmentin këtu kemi disa gjëra të cilat duhet të ndalin në patjetër. Kur themi që burimi i lumturisë në jetë, në familje, është gruaja, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, thotë 4 gjëra janë prej lumturisë njeriu në jetën e kësaj bote dhe përmend ndërto gruaja e mirë. Dhe në të kundërt të 4 janë prej dështimit ose që ta bëjnë jetën malore në jetën e kësaj bote, gruaja e keqe. Është një shprehje që ne përdorim shpesh domethënë në shoqërinë tonë. E ka bo shtëpi, ose kur duan të tregu domethënë që i ka dhënë gocën, unë kam bo shtëpi thotë këtë. Dikush qesh se nuk e kupton, dikush tjetër e merr si njërin, ky është realitet. Vallahi gruaja e mirë të bën shtëpi. Gruaja dhe burri nuk janë gjë tjetër vetëm se plotësues të krijesës njerëzore. Të dy janë të mangut pa njëri tjetrin. Të dy janë të mangut. Ata plotësojnë njëri tjetrin. Gruaja plotëson atë anë tek burri që nuk e kanë tabiatin e vet, dhe burri plotëson tek gruaja atë që nuk e ka. Ndaj këta të dy së bashku plotësojnë njëri tjetrin. Dhe kur nisemi të kërkojmë, qoftë mashkulli kur kërkon nuse, dhe qoftë nusja kur do të miratojë apo do të shohë për në të ardhmen e saj një bashkëshor, duhet shohë pikërisht. Duhet shohë se a është plotësues, a është plotësues i pjesës tënde të mangut apo jo. Dhe kështu ishte Khadija radhiyallahu anha. Ata gjetën veten tek njëri tjetri. Pejgamberi i Zotit alayhis salam ka patur 7 fëmijë, kjo Zoti i jep kujt doj meshkuj, i jep kujt doj femra dhe privon këtë doj. Dhe atë që e ka privuar mirësi për të. Po prapë. Nga 7 fëmijë, 6 prej tyre i pati pikërisht në zonën e nderuar me Khadijën radhiyallahu anha. Khadija radhiyallahu anha do të pranonte gjithçka për dërguarin e Zotit. Gëzonte një dashuri maksimale. Dhe për treguar se kush do të ishte Khadija. Khadija ishte njeriu i parë i cili besoi pejgamberit alayhis salam. I pari fare, i pari njeri ishte Khadija. I pari burr ishte Ebu Bekri. I pari fëmijë ishte Aliu dhe i pari shërbëtor, thon ndryshe domethënë, Maula ishte Zeidi. Këto kanë qenë 4 muslimanët e parë, të cilët janë gjetur në krah pejgamberit alayhis salam. Por forca më e madhe, siç e përshkruan i dërguari i Zotit, ka qenë pikërisht burimi i forcës tij, ka qenë pikërisht Khadija radhiyallahu anha. E pa përshkruar në jetën e pejgamberit alayhis salam. Imagjino, i dërguari i Zotit ka jetuar të 13 vite pas vdekjes së Khadijës, kur nuk e harroi. Kur nuk e harroi atë. Dhe thonte, pra, kjo është vlerë për i Zotit gjithësisë, kemule min ar-rijali kathir. Nga burrat ka pas shumë që janë kompletu. Pra janë kompletu në sjelljen e tyre, në besimin e tyre, në logjikën e tyre, në gjitha këto virtytet. Ndërsa ndër femrat kanë qenë shumë pak. Kur flitet për kompletimin të nderuarit e mi, flitet për kompletimin e plot. Se domethënë në ato mangësitë njerëzore që kemi ne, po vallahi ka femra në historinë e njerëzimit që nuk e di a ka burra sot që mund t'u dalin domethënë në krahasu. Ndërsa ndër femrat janë 4. Meriemja, e bia Imran, nëna e Isait alayhis salam, Asia, bashkëshortja e faraonit, Khadija, bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, dhe
Fatimja e bia e pejgamberit alayhis salam. Pra këto janë 4 femrat dhe 4 zonjat e xhenetit. Të quhen ndryshe 4 zonjat e xhenetit. Khadija radhiyallahu anha ishte ajo grua të cilën gjithkush duhet kërkojë një Khadija. Jeta nuk është një ditë, nuk është 2 ditë. Për Khadija nuk dim domethënë për fizikun e saj, për pamjen e saj, se si ka qenë, nuk ka dhëna se si ka qenë. Por bukuria e vërtetë e njeriu, bukuria e shpirtit të tij është shpirti që bart, sjellja shpirtërore që bart, dashuria që të ofron, sinqeriteti që ka. Ndaj edhe pejgamberi alayhis salam u gëzua pa mas me ta. E gjithë jeta e tij me Khadijën ka qenë një gëzim. E gjitha, pa përjashtim, ka qenë një gëzim vete. Pra Khadija e lumturoi të dërguarin e Zotit. Në çastet më të vështira ishte njeriu i parë e cila e mbështeti. I ofroi gjithçka. Në Islam nuk, domethënë burri është përgjegjës ose ka detyrime shumë më shumë se sa femra, se sa gruaja, shumë më shumë. Dhe femra në Islam gëzon të drejtën e të pasurit vetën personale. Pra nëse një femër punon, kjo nuk do të thotë që në fund të muajit urdhëro burr. Nuk po themi bashkëpunimin në jetë. Në jetë jemi ortak. Përgjegjësi për anën financiare është burri. Në patjetër që është burri. Pra të tilla opsione i ka dhënë Islami femrës. Pra i ka ofruar që të mos ketë detyrime financiare ndaj familjes, por kjo nuk do të thotë se duhet më lënë, domethënë t'japi shpirt ai se ti di rush aty. Po në të njëjtën kohë mos bëhet si e tillë, domethënë që burrja i ka mund gjitha, ti ke gjitha të tujat, jo të sajat. Të tujat, jo të sajat. Ndërsa Khadija radhiyallahu anha ja parashtroi pasurinë e saj pejgamberit alayhis salam dhe nuk e vrau mendjen. Do të ishte mbështetja më e fortë për pejgamberin kur do të shpallte profecinë. Ashtu sikur do ta përmendim në të ardhmen. Ndaj një jetë secili pikë pari duhet të kërkojë një grua të ndershme, duhet të kërkojë një grua e cila bart virtyte të larta, por mbi të gjitha që ka dhe një përjardhje të mirë. Rastet kur njeriu del nga përjardhja e vet janë të rralla, shumë të rralla. Ndaj duhet me pa domethënë rrojet se si i ka. Normalisht faktori shoqëri është një faktor shumë i rëndësishëm që njeriu edhe e çnatyrizon, pra nxjerr nga natyra e vet. Mirë po, origjina është që njeriu qëndron në origjinën në cilën e ka krijuar Zoti në këtë familjen e tij të shëndosh. Ndaj në përzgjedhjen që zonja e nderuar bëri, sepse e bëri ajo pejgamberin alayhis salam, pa pikërisht këto faktor. Pra cilët faktor? 1. Faktori i përjardhjes, 2. Faktori i personalitetit të tij, se çfarë personaliteti ka në shoqëri, se çfarë ka treguar ai në shoqëri, se çfarë njeriu është ai. A është njeriu i cili mund ta mbrojë nderin dhe amanetin apo jo? Një gjë e rëndësishme në jetë në këtë marrëdhënie ose në këtë martesë, një mësim shumë kryesor është dhe fakti që a mundemi ne në jetë, pra me patjetër duhet jetë gjithmonë mashkulli ose të kërkojsh gjithmonë shofësh nuse për mashkullin, për djalin, apo edhe me pa për gocën. Arabët thonë të kundërtën. Thotë kërko dhëndër për gocën para se të kërkojsh nuse për çunin. Kërko dhëndër për gocën para se të kërkojsh nuse për çunin. Përse? Sepse shpesh herë neglizhohet domethënë vajza, që është akoma edhe më kryesore se sa djali, se është natyra e saj është ndryshe. Ai i cili ka vajza e kupton. Domethënë çuni për nga natyra se ka kriju Zoti që jo rrot. E shpreha jonë në Tiranë se të veqel. Jo rrot, kretë, për të veqel. Pra, është i tillë domethënë që jo se nuk don,
Po flas, ka njerëz të tjerë, trallë këto. Po nga natyra domethënë nuk i vë mend shumë veprimeve, sidomos në familjen e vet. Me bova ki domethënë me marr vesh goca, se nona apo baba është smur, po i ka qetë sytë e burrit e do të shkojë atje pa dërmon, do të shkojë me pa. Kurse çuni ai çik më ndryshe. Shkon ne fut gjumi. Goca trike kaptina mama. E ka bëu Zoti nga natyra, kupton? Goca trike kaptina aty. Ndaj këtu abuzojnë shumë njerëz. Se kur nisin me pa, domethënë për vajzën, ose nuk shohin fare për vajzën. Pra shohin se çfarë u vjen. Po pse gjithmonë duhet me pa se çfarë të vjen? Se të vjen edhe një tarallak. Ti rri numro tarallaku 1, tarallaku 2, tarallaku 3. Edhe zgjedhë tarallak aty. Po pse duhet të zgjedhë tarallak? Ka një të keqe, jo po nusën që të mori çunë ke për ta futur në shtëpi. Pse gozën ku jetë qetim rrugë? Gozën jetë çunë nga shtëpia jote, jetë e çunë me bo shtëpi dikush tjetër atje. Dhe ti domethënë këtu nuk po merr detyrat mbi supë që takojmë. Vëllezër e mi, pra Khadija me këtë veprim që bëri, tregoi edhe një herë se sa larg pam se ishte, po edhe se çfarë statusi gëzonte ajo në shoqëri. Ishte statusi i saj i tillë që ky veprim domethënë pak a shumë edhe në atë kohë, po edhe në ditët e sotme konsiderohet si një lloj ulje thojsa. Se domethënë se ke qenë të marru ti për te, jo i për se ç'lidhje ka kjo? Ti je të fol për një lidhje bashkëshortore, je të fol për një lidhje që do ndërtoni një familje. Nesër do të keni fëmijë, nesër do të bëheni prindër, nesër do të bëheni gjyshe me radhë, do të të krijojnë një status në shoqëri dhe ti nuk e çan atinën hiç për këto statuse. Por shef disa gjëra të cilat me kalimin e kohës ato do të shuhen. Thonte një hoxha jonë, Allahu e ruaj, thoite kur më thon njerëz të cilët ankohen pas martesës, domethënë për lidhjen e tyre, ose se si ka evoluar, ose si ka ndryshuar. Sidomos kjo ndodh ke burri, pra nis dhe ndryshon ajo pjesa emocionale, nis nuk i shprehet më bashkëshortes vet, ose i duket sikur kanë kaluar çik në moshë, mund të jetë bëj, po pse pejgamberi alayhis salam nuk ishte gjysh. Do të thonë kur përkthelte bashkëshorten e tij, Aishën radhiyallahu anha, tjetër, po flas për Aishën konkretisht, që thotë Aishja, unë e kuptoja, domethënë pejgamberin alayhis salam vazhdimisht. Pra nuk e kam kuptuar ose kam nisë ta kuptoj në atë ndodhin që njihet ndryshe si ndodhia e shpifjes ndaj Aishës. Aty e kam kuptuar thotë që pejgamberi diçka kishte ndodhur sepse pejgamberi nuk më fliste siç më fliste më parë. Si i fliste më parë? Si e bardhoshe. Pa terma për gdhelcën, për shoqërinë po flas, a kupton? Këto janë gjëra private në lidhjen e gjithë secilit, mirë po që nuk duhet i kursej. Me kalimin e kohës, duke qenë se këto veprime s'behen tek mashkulli, sepse nga natyra mashkulli është e tillë krijesë që don me të sunduar, don me qenë si pronar. Nuk jemi pronar në jetë. As burri nuk është pronar i gruas, dhe as gruaja nuk është pronare e burrit. Ata janë ortak, ndajnë jetën me njëri tjetrin. Edhe në këtë lidhje, me patjetër që ata ndajnë jetën. Dhe ky hoxha im thotë, nëse ka mbet 40% e sjelljes së para martesës, në martesë, kjo është lidhja më e suksesshme. Sepse njeriu normalisht ndryshon. Pra, 20 vjeçar nuk mund të jetë si një 40 ose 50, se ka ndryshuar gjërat. Nëse në fillim kishte dëshirë ku me dalë, një xhiro, nëse ishin të fejuar sidomos, ose fillimet e para të martesës, të vitet e para kur nuk e rroçë poça me i rreshtuar aty dëshira e të dalim, e të bëjmë një xhiro e kështu. Në kalimin e kohës kjo zbehet. Me patjetër që zbehet. Por ti je i bindur se tek femra kjo dëshirë nuk është zbehet. Nuk është turp
që fëmia të shohë dashurinë që prindrit mund të kenë për njëri tjetrin. Dashuria me norma, ai sa mund të ekspozohet, nuk po flasim për gjëra pa kontrolluara. Po ai sa mund të ekspozohet, përkundrazi, është një faktor edukues në shoqëri, që ne edukojmë domethënë shoqërinë, se fëmia edukohet nëpërmjet asaj që shef, jo asaj që i flet, ti mund të flasësh ditë e natë, ndërsa ai do marrë edukatën e asaj që shef. Ndaj në këtë lidhje dhe në këtë martesë, Khadija radhiyallahu anha tregoi edhe një herë tjetër se ishte shembulli i gruas së zgjuar. Ishte shembulli i gruas model për gjitha femrat që vinë pas saj. Por dhe pejgamberi alayhis salam nuk është se ishte më i pakët në lidhje me bashkëshortën e tij. Ndaj 2 ose 3 muaj fiks pas marrëdhënies që patën, domethënë marrëdhënies monetare, ndaj dhe kanë thënë që nëse kërkon ta njohësh dikë, duhet ta provosh në tregti ose në marrëdhënie monetare. Aty mund ta njohësh më të vërtetë. Pasi ndodhi kjo marrëdhënie, pra që u njoftën, u prezantuan me njëri tjetrin, u finalizua me një martesë. Nga ky çast nis dhe ndryshon jeta e dërguarit Zotit alayhis salam, u fut në një status tjetër, nga mashkull tani e tutje merr përgjegjësitë për të bërë burr. Mashkull ka kriju Allahu, burr duhet më u bë me vepra. Ndaj për të patur modelin se si do të jetë një burr ose se si duhet bëhet një burr, na lipset të kemi këtë model të qartë në jetën tonë që quhet Muhamedi biri Abdullahut i dërguar i Zotit alayhis salam. Dhe për detaje të tjera se si vazhdoi jeta deri para profecisë, inshallah do të jemi në herën e ardhshme. Lutim Allahun xhel xhelalu Zot na falë na mëshiro, na bëjë se Zoti moral të lartë të Hazrat Muhamedit alayhis salam. Na bëj jetën të lehtë, na mundsoj më të nushmi Allah ta dhënë atë shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mundsoj Zot të vdesim me dinjitet, me shahadet. Lutem ty më të nushmi Allah të mos lejosh të dalim prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet faluara, me tobat pranuar, me lutjet para refuzuara, dhe sikur se na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat në këtë natë xumaje, me madhruar madhrinë tënde, na mundsoj Zot që të gjithë bashkë të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, bashkë me familjarët tanë, fëmijët tanë, të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.